Një debat i fortë dhe emocional shpërtheu brenda shtëpisë së Big Brother Kosova, duke vënë përballë njëri tjetrit Labin dhe Elionën, në një përplasje që nuk u kufizua vetëm në strategjinë e lojës, por preku edhe historinë personale dhe mënyrën se si perceptohet mbështetja e publikut. Gjithçka nisi gjatë një diskutimi për lojën dhe pozicionimin e banorëve, ku Labi vendosi të flasë hapur dhe pa filtra për Elionën. Ai akuzoi se nuk ka ndërtuar një lojë të mirëfillt brenda shtëpisë dhe se, sipas tij, gjithë mbështetja që merr nga publiku lidhet vetëm me historinë e saj të dhimbshme personale, e cila është bërë e njohur që në javët e para të spektaklit. Me tone të drejtpërdrejta dhe kritike, Labi u shpreh: "Ti nuk ke lojë. E vetmi arsye pse njerëzit të duan është ajo historia e dhimbshme që ke treguar." Këto fjalë krijuan një moment tensioni të madh në shtëpi. Eliona u prek dukshëm nga deklarata, duke e konsideruar këtë si një sulm personal dhe një minimizim të përpjekjeve të saj brenda lojës. Ajo reagoi duke theksuar se historia e saj nuk është përdorur si strategji, por si një realitet jetësor që ajo nuk ka pse ta fshehë. Banorët e tjerë reaguan të ndarë. Disa e panë qëndrimin e Labit si një analizë të ftohtë loje, duke argumentuar se në Big Brother duhet të vlerësohet kontributi aktiv dhe strategjia. Të tjerë, megjithatë, e konsideruan deklaratën e tij si të padrejtë dhe të ashpër, duke theksuar se përvojat personale janë pjesë e identitetit të çdo banori dhe nuk mund të përdoren për ta zhvlerësuar dikë. Debati u thellua edhe më shumë kur Eliona theksoi se loja e saj është më e qetë dhe më emocionale, por jo më pak e vlefshme. Ajo shtoi se publiku nuk e mbështet vetëm për shkak të së kaluarës, por për mënyrën se si ajo sillet, për empatinë dhe qëndrueshmërinë që tregon përballë presionit të madh të shtëpisë. Ky moment hapi një diskutim më të gjerë mbi një temë shumë të ndjeshme në Big Brother Kosova: a është historia personale një avantazh i padrejtë? Apo të